Tensione dhe përplasje para parlamentit janë shënuar para ditën e sotme në Tiranë, kur qindra protestues kishin bllokuar të dyja hyrjet e godinës së kuvendit, ku ishin mbledhur deputetët në seancën plenare. Protestuesit goditën me vezë automjetet që transportonin deputetët dhe anëtarët e kabinetit qeveritar drejt kuvendit. Menjëherë, pas këtij momenti ndërhyn forcat e policisë, duke krijuar përplasje me protestuesit. Në pamjet i siguruara nga vendngjarja, shihen efektiv që godasin dhe largojnë me forcë disa prej pjesëmarrësve, ndërsa një protestues përfundon në tokë dhe tërhiqet nga policët. Skena që kanë shkaktuar reagime të forta mes të pranishmëve. Mes protestuesve të goditur ishte edhe aktivisti Gent Progni, i cili siç duket edhe nga pamjet nuk ka qenë në asnjë moment duke u përplasur me efektivët. Protestuesit akuzojnë policinë për përdorim të dhunës dhe forcë të tepruar gjatë ndërhyrjes. Sipas tyre, reagimi i efektivëve erdhi pas goditjes me vezë të automjeteve të zyrtarëve dhe synote të shpërndante tubimin. Ata deklarojnë se pavarësisht ndërhyrjes, protesta do të vijojë deri në plotësimin e kërkesës së tyre për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Nga ana tjetër, deri në momentin e transmetimit të kësaj kronike, nuk ka një reagim zyrtar nga policia e shtetit lidhur me pretendimet e protestuesve për përdorim të pajustifikuar të forcës. Pavarësisht tensioneve dhe incidenteve të regjistruara para parlamentit, protesta vazhdoi për disa orë në masë të forta sigurie, ndërsa organizatorët kanë paralajmëruar se tubimet do të vijojnë edhe në ditët në vazhdim. 6 protestues u shoqëruan për në komisariat të Tiranës, çka bëri që qindra të tjerë të spostoheshin nga godina e parlamentit drejt vendit ku mbaheshin të shoqëruarit.